Në Kosovë nxorën vërtet një forcë patriotike, lëvizje vendosja, e cila, për mendimin tim, shumë shpejt do të jetë promotori i avancimit të statusit të Kosovës, që Kosova njëherë për gjithmonë të bësh shtet sovran dhe më pas edhe të tjerë bashkuar Shqipërisë. Që rikthehemi dosjeve të cilat janë më aktuale në Maqedoni. Ripërsëris edhe një herë, është skenari i Serbisë apo bëhet fjalë për diçka tjetër? Sikur të ishte një skenar i Serbisë, siç pretendon ta paraqesë zoti Ali Ahmeti dhe grupi i tij, kam bindjen e patundur që Serbia do t'i hapte arkivat e saj. Por dihet fare mirë që edhe presidenti i Maqedonisë shkoi në Beograd, Ivanovi, dhe realisht Serbia deklaroi që nuk i hap dosjet, nuk i hap arkivat. Po të ishte që Serbia të donte të degradonte figurat politike, pra atëherë ajo do t'i hapte para dosjet. E dyta, Komisioni i Ilustrimit dhe zoti Gruevski do t'ia kërkonin Serbisë këtë gjë, dhe ato do të dilën se diçka. Atëherë mund të thoshim si Beogradi i intereson që thjesht të destabilizojë politikën shqiptare në Maqedoni, e cila realisht është destabilizuar dhe nuk ka nevojë Beogradi ta destabilizojë. Nuk ka këtu për gjëra të cilat mund të hamenden, dhe ta hamendje thash edhe më parë mund të krijojnë vetëm ata të cilët janë të goditur, sepse këta njerëz harrojnë çështjen kombëtare, harrojnë interesat shqiptare, harrojnë edhe UÇK-t, nga kanë ardhur në skenën politike, harrojnë edhe gjakun dëshmorëve mbi cilin gjak edhe ngritur në skenën politike shqiptare, qofshin ata në Kosovë, qofshin këta në Maqedoni, dhe gjithmonë kur rrezikohet vetja e tyre, atëherë faktikisht ata nisen në interesat kombëtare dhe marrin ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe ushtrinë shqiptare kombëtare, kthehen te gjaku, sepse këta ushtri kanë der gjak, dhe por çdo problemi pastaj se ku janë këto luftarë, thash edhe më lart, në të kultët nuk u intereson, vetëm intereson të pasurohen për veten e tyre, familjet e tyre dhe të krijojnë pasuri marramense për pasardhësit e tyre, për niprit dhe mbesat e tyre. Pra është një skenar për mendimin tim, jo i Beogradit, por është i vetë i këtyre të cilët dëshirojnë të mbrohen. Por ne jemi të vendosur që herë për gjithmonë të dalë e vërteta. Dhe siç thash, një gëllaja të hiqet nga hapësira shqiptare. Ne shqiptarët mos vazhdojmë të udhëhiqemi nga njerëz të korruptuar. Dhe njerëz të cilët i ka shërbyer dhe luftat i kanë filluar, kanë vrarë popullin shqiptar, qoftë Kosovë që Maqedoni, vetëm për të kthyer në skenën politike. Unë po ju tregoj diçka në rastin konkret, përpara se të kthehem mbrapa në TVP-sën, zoti Fazli Veliu ka publikuar një libër, kam dëgjuar, ma kanë sjellë atë libër e kam lexuar, aty shkruan edhe për telefonata që ka patur me aktivistë ndryshëm, dhe zoti Fazli Veliu nuk tregon për takimin tonë në Berg të Zvicrës në mars të vitit 2001. Kur unë pasi erdha të takoj me zotin Ahmeti në Prizren, zoti Ahmeti atëherë ishte vetëm komandant dhe nuk ishte përfaqësues politik i UÇK-s, përfaqësues politik i UÇK-s ishte zoti Fazli Veliu. Dhe fjala zotit Ahmeti ishte që Gafur Atili me që është politikan, do të takoj me profesionin politik. Unë u ktheva në Zvicër, 2 javë prita takimin, dhe në takim erdhi Fazli Veliu me Musa Xhaferin, dhe unë isha në takim me Destan Hajdinin nga Kumanova, me Lebit Murtishin nga Struga dhe Avdetar Labonishtin, djalin e Avdetarit Kadri Labonishti. Pas 4 orë takimeve, nga ora 7, gati 5 orë, në fund, pas shumë debateve, shumë hamendjeve, ishte koha kur ushtria shqiptare kombëtare ishte tërhekur nga pozicionet e luftimit në zonën e Tetovës, dhe mbi 10 plagosur strehoshin në Prizren nga djem e ish UÇK-s, me plagë të rënda dhe këta zotërinj nuk i ndihmonin as me ilaçe. Pas shumë debateve dhe politike dhe zënkave, jo vetëm mia me zotin Fazli Veliu dhe Musa Xhaferin, por edhe Destan Hajdin nga Kumanova, edhe Lebit Murtishit, edhe Avdetar Labonishtit, në fund kur e pyeti, kujtohet si sot Destan Hajdini nga Kumanova, çka mande zoti Fazli Veliu, ka qenë 5 minuta pa 12, zoti Fazli Veliu decidivisht ka deklaruar. Unë kam shkruar dhe kam dokumentet. Ka thënë kështu: ne ose do rrëzojmë nga pushteti Arber Xhaferin, ose do të daj pushtetin me Arber Xhaferin. Atëherë, unë kam marrë dokumentacionin që ja kam ndërzuar, fotokopive të kuptohet zotit Veliu, përmes cilës isha ngarkuar për bisedime, kam marrë dokumentacionin dhe kam thënë, ky është krim. Të vrasësh popullin për të rrëzuar nga pushteti, njeriu pa pushtet, sepse pushtetin e kanë Slava Maqedonasit, ky është krim. Unë kam ditur që i UDB-s, por se je kriminal nuk e kam ditur. Kam marrë dokumentacionin dhe jam larguar nga takimi. Që nga ai moment kanë filluar pastaj sulmet e klanit
apo e trojkës kërçovare, siç i quhen të indjeri adhetari Sulejman Elezi, zoti Ali Ahmeti, zoti Fazil Veliu dhe zoti Musa Xhaferi kundër mua. Dhe janë pastaj skenarët e tjerë dhe planet e tjera për cilat do flasim më vonë. Do të ndalemi pikërisht këtu, nuk do ta lëm për më vonë, do të ndalemi pikërisht tek shoqëria e Kërçovës, grupi i Kërçovës. Keni qenë miki Ali Ahmetit, Fazli Veliu, Musa Xhaferit, bashkë me disa adhetarë tjerë. Pse u ndau? Çfarë ju ndau? Realisht, unë zotin Fazil Veliu nuk e kam njohur në vendingje. Ai ka qenë profesor në shkollë mesme në gjimnazin e Kërçovës. Unë nuk kam qenë në gjimnaz, sepse unë gjimnazin e fakultetit kam kryer në Prishtinë. Për zotin Fazil Veliu kam dëgjuar ku në shtator të vitit 81 në atë politikën e diferencimit ideopolitik që bënte Lidhja Komuniste, zoti Fazil Veliu bashkë me 4 të tjerë profesorë të universitetit, pa patur nevojë të përmesenat, e përjashtuan nga puna. Në atë kohë, për zotin Veliu kam dëgjuar fjalë mira si një pedagog i mirë, si një profesor i mirë, dhe zoti Fazil Veliu për herë të parë kam takuar në Zvicër. Kisha dëgjuar më vonë edhe në Burg, ku isha në Kërçovë, kur aty erdhi edhe dhëndri i Fazil Veliut, burri motrës, Beqi Limani, tani më dëshmor i vrarë para luftës së Kosovës, në Kërçovë të shtëpia e tij, dhe siç u thash e kam njohur në Zvicër. Ali Ahmetin e kam takuar për herë të parë në demonstratën e 26 marsit 1981. Aliu kishte marrë me vete, ishte dhe indeksin. Unë banoja në Konvikt, në katën 4, dhoma 409. Aliu kishte ardhur aty dhe me vete kishte indeksin dhe unë në shenjë respekti, e njihja se ka Kërçova, ja mora indeksin sepse e dija që demonstrata do të jetë e dhunshme dhe do t'i binte indeksin dhe indeksin do të paguajë një provë materiale për ta arrestuar zotin Ahmetin. Kam pasur një veti, nuk kam lexuar asnjëherë letrat që kanë qenë mbyllura në zarf dhe nuk kam dashur të shoh as indeksin e studentëve, sepse zakonisht studentët nuk i tregojnë notat e tyre. Por me që më kishin thënë disa shokë, do të cilët edhe zoti Fati Bajrami, ish deputet në Parlament Maqedoni, si burgos politik dhe kushërini imi dhe bashkërimtar, që Aliun e kemi si ndërlidhje të organizimit tonë me Prishtinën, me qendrën, u shtua kurreshja duke çuar indeksin te dhoma ku banoja unë, e Konviktit, të shifja notat. Dhe e dija që Aliu ishte viti 3 në fakultetin e filozofik, dega pedagogjisë, dhe kur e pash kam parë vetëm 2 gjashta. Njën për mbrojtje apo parashtras, siç e thashim ne, kishte 6, dhe një në maksisëm, as i provim tjetër. Kështu që u zgënjeva shumë, sepse unë mendoja që lideri udhëheci i ynë do duhet të ishte sparti intelektual dhe pas një kohë të ja shfaqa shokët mi. Megjithatë, gjatë kësaj kohe me zotin Ahmeti jam takuar edhe përpara se të largohesha në Zvicër. Zoti Ali Ahmeti dhe Musa Xhaferi ishin larguar më herët. Tani këtu po rrofejnë diçka që rrallë kush e din. Në kohën që zoti Ahmeti pra rrezikohet me Musa Xhaferin, vjen një vetur nga Zvicra dhe i merr ta dy për të nxjerrur jashtë. Me ndihmën e Fazil Veliut, sepse Fazil Veliu në këtë kohë ishte në Zvicër, flasim për vitin 85. Musa Xhaferi ka patur një pasaport, nuk për përmes e e kujt, dhe në xhep ka patur edhe letë njoftimin, pra pasaport që tërkujt. Aty kalon shoferi në makinë dhe Ali Ahmeti, një pasaport, po ashtu të një shoku tonë që tani ndodhet në Suedi, kurse Musa Xhaferi i kapet njoftimin. Ishte koha kur ishin arrestuar shokët. Ishin arrestuar 4 shokë nga Kërçova. Fadil Bajrami, Pasho Maksuti, Gjelil Gjelili dhe Skender Pasholli. Tani në këtë kohë ishin kërkuar të arrestohet edhe zoti Ali Ahmeti dhe zoti Musa Xhaferi dhe unë. Musa Xhaferi kapet në kufirin e Triesës dhe sepse aty kanë kapet edhe të njoftimi dhe pyetën kush je ky apo ky. Shkojnë policët nga Kërçova, sipas informacionit që më vonë jam interesuar, dhe e marrin edhe sillin në Kërçovë, por nuk e burgosin. E lënë lidh me detyrën që të lajmërohet për çdo ditë te komandiri i Zajazit. Që nga ai moment, në profesionin tim, sepse unë me profesion kam qenë jurist, pra, dhe juristat kanë një lanë, të cilën unë e kam dashur shumë dhe kam studiuar, kam marrë notë kriminalistikën, unë shokëve në ilegalitet, kuptohet, sepse unë në ilegalitet kam qenë nga nëndori vitit 84 deri në fund marsit 85-s, shpreha dyshim
se si u lirua Musa Xhaferi. Njeriu të cilët kurse besoi Allah. Vjen Ali Ahmeti dhe më sjell pasaportën e një njeriu të vdekur, në atë kohë 35 vjeçar, unë isha 25 vjeçar, u bëra i parruar dhe me përdigën e shokëve, nuk për përmes shoka, sepse edhe sot janë aktiv. Më përsellën një nga ata shokë deri në Milano deri në Brez, zoti Faziveliu. U thojmë se sot e marrëm me trenin nga Milano në 1:05 minuta dhe të nesërmen ishim në Lucerne. Më merr Faziveliu dhe shkojmë të shtëpia e tij, banesa e tij 20 kilometra nga Lucerne, në Zyl quhej. Faziveliu në atë kohë punonte te një lulishte, Alberti ka pasur në sot e marrëm, dhe kam gjetur një banesë modeste me shumë libra. Libra të cilët zoti Faziveliu si lexonte fare. Një shembull konkret, mora një libër ku hodhën themelët e Shqipërisë, sot e marrëm, Shqipërisë së Re, dhe e gjeta të thyer të faqja 25, e pyeta, i tregova që do marr librin. Unë dhe Musa Xhaferi pastaj ishim në kamp të refugjatëve, ishim lajmëruar për asil politik. Dhe tha, kam filluar para 3 muaj dhe tha, po s'del koha. Profesori thoshte Fazliu, ne është mirë lexoj sepse intelektuali do të lexoj libra, është ushqim për trurin që mos kapi skleroza. Shumë shpejt u kthye zoti Ali Ahmeti nga Kosova. Ka qenë diku qershor 85-s, ne ishim lajmëruar në para asil politik dhe pasi u kthye Ali Ahmeti, shumë shpejt në Kosovë u arrestuan grupi i Maslinisë të Kosovës me në krye zotin Xhamil Morina dhe zotin Ilmir Reshica. Gjatë kësaj kohe edhe unë isha pjesëtar i kësaj organizate. Bile në të organizat kisha edhe 2 detyra, në njërin isha shefi propagandës dhe në tjetrën isha në sektorin ndërlidhje me mbrena, ku ishte Emir Xhemali për Kosovën, Ali Ahmeti për Maqedoninë, unë kisha mbuluar Malezi. Pas arrestimit të gjithë organizatës, që nga Manastiri deri në Ulqin dhe më larg, edhe studentët në Zagreb, me një krye dëshmoni Femilla Drosi, edhe shumë studentë që ishin në Akademinë Ushtarake të Ish Armatës Jugoslave. Në një takim me zotin Ali Ahmeti, i shtrova problemi se si ka mundësi të bien gjithë organizata. Me thënë drejtën, vetë Ali Ahmeti më pyeti mua. Gjatë asaj kohe që unë kisha qenë ilegal, kisha arritur të organizoj njerëz dhe kishim arritur të krijojmë bërthamën e parë të Komitetit të Trojës Shqiptare. Në mesin e cilëve ishte Pasho Maksuti nga Kashova, Fatmir Ibrahimi me gjithë llojet e tij afrimin, Fatmiri tani ndodhet në Armeni dhe afrimi ndodhet këtu në Tiranë, Baram Limani dhe Tahir Hani, të cilin lidhje ka patur zoti Ahmeti. Këta djem kërkonin që të lidheshim me organizatën dhe në kohën që unë isha ilegal, pa ardhur zoti Ahmeti në Prishtinë. Unë kisha thënë se do presim të vjen Abazi, se kështu i thoshim Baliu, dhe pastaj ai do t'i lidhë këta shok me organizatën. Në këtë kohë ranë gjithë organizata, por unë realisht kam njohur vetëm ta njerëz në Trojë Shqiptare. Në bisedë sipër me zotin Ahmeti kam pyetur përveç mua dhe ti, kush tjetër i ka ditë këta njerëz? Ma i mend që më ka paston i dinë dhe kryetari. Dhe unë nuk e dija që zoti Fadhiveliu ishte kryetari i LPK-s. Në atë kohë ishte ndarë lëvizja në 2 pjesë. Në lëvizje me adresë dhe lëvizje pa adresë. Lëvizja me adresë udhëhiqej nga vllau i Rexhekmalës, nga Hasan Mala dhe nga gruaja e Katizekës në Zvicër, Samije, ka pasur emrin, dhe këndej ishte që qenë Fazliveliu kryetar, Ibrahim Kelmendi, Emir Xhemali dhe Ali Ahmeti e tjerë. Ishte një pozicion shumë e nderë, një situatë shumë e nderë dhe një të kohë se cila nga këta organizata përpiqej që të merrte njerëz sa më shumë, grumbullonte, por ishte edhe një kohë kur dekonspiroheshin shumë gjëra dhe binin njerëz në përbuzhet. Unë fillimisht fillova të mendoj që kjo ka ndodhur si pasojë e dekonspirimeve. Jo, ky është me filanin, jo, ky filani është me mua, këto gjëra të tilla. Dhe si sot